Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Kam punuar në Gjermani unë disa kohë, pra për një kompani kontraktore e Deutsche Telekomit. Po. Pra bëhe projektin elektrik e kam bërë komplet godinës Telekomit Hanover, Magdeburg dhe Trier. Trier është një qytet në kufi me Luksemburgun. Në 2019 dhe në 2000 para se të binde kjo pastaj. Për Covidi. Po edhe si të duk si kështu? Ishte e komplikuar, Jo, ishte shumë mirë në fakt. Madje edhe në planet e mia në të ardhmen përsëri e kam se bëra konvertimin e diplomave. Po. Gjermani se më kërkuan aty dhe jam duke menduar në fakt përsëri me të drejtën për të kthyer në një të ardhmen. Përsëri, domethënë nuk je aty ku duhet atje, nuk je. Ku është ideja se unë kam ardhur në Shqipëri, kam investuar, kam biznese, por më mungon ajo qetësia blon. Pra nuk e gjen këtu në Shqipëri. Se këtu e mësuar nuk e di, është komplet kultura e punës është pak thembur. Këtu nuk funksionon asgjë sipas rregullës, asnjëri nuk bën atë që duhet bëjë, e kupton? Për atje është pika, ajo gjë që do të debatoja, të diskutoja edhe në base të dëgjojmë të ngrejmë çik zërin bashku për ideu se është një turp i madh që na rrethon për sa i përket le të themi gjitha degëve teknike. Po si fillim fare, zmer faleminderit që e pranove ftesën dhe mirë se erdhe në Buçi podcast. Falenderoj. Ftesën është kënaqësi. Mirë, përveç një pjesë e madhe tash domethënë të njohim, që mos ta bëjmë kështu si emisionet e mbasditeve, po që materiali që ke vënë për social media për shembull, në TikTok është vërtet shumë i mirë. Edhe për ne, unë pavarësisht jam inxhinier ndërtimi, nuk është se ja kam ide shumë se si lidhen fishat apo se çfarë gjëra shkate kur i dëgjoj disa gjëra specifike, domethënë është ajo ngrohtësia që ndjen robi shumë në barkë. Unë shikon paska edhe në Shqip diçka të tillë. Qen ka dhe njëri që e marr kakon nga jeta e tij e përditshme, domethënë për të dhënë një informacion, për të bërë një korrigjim, për të bërë një kritik, për të thënë ku çalon etj. Përveç kësaj që do i futemi më në thellësi, kush është Azmiri? Ç'a bën domethënë? Nga erdhe? Pse ti? Pse je pikërisht ti që jep këto, domethënë ta marrim çik nga i brutaliteti shqiptar për ja doli ky u bë është shumë e drejtë në fakt. Pikë spat jam inxhinier elektrik, kam bërë inxhinierin elektrike në Shqipëri, në Universitetin Politeknik, bachelorin dhe masterin, dhe jam profilizuar në automatizim, pra në pjesën e automatizimit. Disa kohë, disa vite le të themi kam qenë emigrant në disa vende të ndryshme. Qysh nga lindja e mesme, kam punuar në Kuwait në një universitet amerikan, kam dhënë mësim për disa kohë atje. Më pas kam pasur edhe eksperiencë edhe unë si një pjesë e mirë e emigrantëve në Europë, madje edhe në Gjermani, ku jeni ju aktualisht. Dhe më pas jam kthyer në Shqipëri për arsye familjare, për të vërtetës, dhe me të idenë për të ardhur për të bërë diçka ndryshe. Pra, dhe normalisht kam edhe disa biznese të mia dhe aktivitetet e mia në Shqipëri, kam punuar edhe në Shqipëri si pedagog për 2 vite dhe së fundmi kam qendrën time të trajnimeve. Pas një shkëputje të vogël. Inxhinierike të një niveli të avancuar. Dhe pse pikërisht unë tani kam zgjedhur që dal në rrjetet sociale. Për hir të vërtetës, unë nuk është se nuk njihem në Shqipëri, por njihem nga pjesa e mediave. Pra kam pasur dalje televizive për problematikat që kanë të bëjnë me sistemin elektroenergjetik në vendin tonë. Dhe për hir të vërtetës, vendimin e kam marrë tani afër, dhe ai që ka ndikuar patjetër ka qenë vllai im, pra një pjesë e njeh Saidin, pra në rrjetet sociale, pasi më tha disa gjëra, diskutime, pra midis 2 vëllezërve. Në fakt këto që thua ti, pra që flisja për pjesën e vjedhjeve, abuzimeve që qëndrojnë patjetër në sektorin elektroenergjetik, por nuk shkojnë tek njerëzit. Pra, sepse flasim të vërtetën, televizioni e ka humbur atë shkëlqimin e tij. Pra njerëzit nuk rrin televizor dhe kur del
e merret te telekomandën dhe ndron, se thot prap këtu njëjtat gjëra po thot. Dhe më tha një gjë Saidi, më tha duhet të shkosh te njerëzit, ku janë njerëzit. Pra jo njerëzit vinë te këtyja. Dhe patjetër janë rrjetet sociale, duam apo nuk duam. I ken TikTok, i ken Instagram, i ken Facebook, një mosh pak më e madhe, dhe duhet vesh në mënyrën më të thjeshtë mundshme. Pra të vesh, jo të flasim, pra unë videot e mia nuk bëj shpjegim teorik, teknik, inxhinierik, por mundohem të shpjegoj sa më thjesht edhe për një qytetar që mund të jetë nga çdo cepi i botës ose i Shqipërisë, të kuptoj dy gjëra. Në mënyrë që nesër mos ja hedhje ai shitsi kur blen produkte elektrike, mos ja hedhje ai elektricisti që nuk është as fare elektricist, dhe të di dy gjëra për veten e vet. Pra, jam munduar dhe mundohem të sjell dhe të vetët e qytetarët në formën më të mirë dhe më të thjeshtë të mundshme. E di që shumë njerëzve nuk i pëlqen kjo. Kolegëve, atyre që nuk zbatojnë asnjë rregull ose më saktë, nuk njohin asnjë rregull të sigurimit teknik, sepse në çdo punë ka ca rregulla. Nuk është që ti mund ta bësh si dush ti. Pra, më fal, po ka disa standarde, ka disa rregulla. Dhe patjetër ata që abuzojnë nuk i pëlqen kjo gjë. Dhe unë jam munduar që të paktën të sensibilizoj një pjesë të atyre që duan. Pra se ne nuk mund të ndryshojmë atë që nuk do, ai që nuk do të vazhdoj le të themi siç ka vazhduar gjithë këto vite. Miq të dashur, fatkesisht gjatë procesimit kemi pasur një problem të vogël edhe kemi humbur këtë pjesën, por këtu mungon vetëm pyetja që unë i bëj inxhinier Azmerit, ku i them si ka mundësi që në Shqipëri ndodhin kaq shumë skandale, si ka shumë le të themi gabime në ndërtim, si mund të digjet një fasadë, si mund të bëhen të lidhje idiote elektrike, bazohem tek denoncimet ose kauzat që Azmeri ndjek vetë, që juve i keni në TikTok edhe në Instagram, ku ai shpesh herë domethënë merr pamje nga jeta reale, nga kabina të hapura etj, çdo lloj problematike, dhe i denoncon ato në mënyrë që ne të përparojnë. Në bazë të kësaj pyetja vijon që si ka mundësi, pse ndodhin këto gjëra, kush i kontrollon, kush i licenson këta elektricistë, domethënë kush ja jep të drejtën edhe lirinë që të ushtrojnë një profesion dhe të vënë në rrezik njerëzit e tjerë. Edhe tani vazhdimi i bisedës dhe përgjigjja e inxhinierit. Dëgjoni. Okej. Pra, për sa i përket pjesës së cilësisë së punimeve në vendin tonë, këtu është pak ndryshe. Pra, normalisht në shpeshherë në dokumenta, në projekte, janë të detajuara, janë specifikuara gjitha me radhë. Por kur vjen puna në zbatim, ndryshon shumë realiteti si që janë bërë praktikisht dhe me ato që janë projekt. Dhe në fund fare, kur vjen kompania që bën supervizimin dhe kualidimin më saktë, thjesht e kalon, çek. Pse? Sepse këtu ka një monopol të këtyre punimeve. Ti pëlqej kujdoj, mos ti pëlqej kujdoj. Realiteti është realitet. Ndash ti vi mirë, ndash mos ti vi mirë. Këtu bëhet në këtë lloj forme. Këtu ne kemi, për shembull, unë kam kompaninë time, ti ke kompaninë tënde. Tek puna që bëj unë vjen time e merr në kualidim. Sot, nesër te pallati ku je ti që është e kundërta, se këtu ka rotacion, ti mendon se unë do vi tek puna jote kur ti ma ke kualiduar mua punën, ma ke marrë dorëzim, unë ty e mos ta marr. Pra këtu është monopoli. Këtu është qesharaki. Wow. Këtu funksionohet këtu tani. Kështu bëhet në Shqipëri. Pra ky është realiteti. Dhe të gjithë e din, edhe kolegët tanë e din, po nuk flasin. Se thonë madje mua shpeshherë më thonë, ora ç'ke që fletë burse po punon. Ç'të duhet apo po na prish punë? Po çfarë punë më po? Se nesër do blej unë, do blej i afërmi im, do blej vllai im, do blej një i njohur im apartament. Po ne kemi apartamenta janë kolonat mes dhomës apo. Është turp, është skandaloze. Kolona në mes të dhomës, ose kolonat nëpër muret ndarse që ndahesh me komshiun. Pra ngel një distancë 20 cm. Pse? Sepse i kanë vënë tull teke. Kursejnë tullën. Dhe çfarë bën komshiu në dhomën më tane dëgjon ti në banesë. Po, bëm bisedon një telefon që gjithkohë. Tika të le për dëshiruar. Kemi pastaj pjesën se s'duhet të flas vetëm për elektrike, ke pjesën e aspirimit. Unë kam ngritur si shqetësim. Aspirimi ti në kat 7, kat 8, skuq vez komshiu poshtë e dëgjon ti lart, e merr erën ti. Pra bashkë me zhurmat e të turbinës aspirator. Pse? Sepse nuk i kanë bërë siç duhet. Pse? Sepse kursejnë material. Pra, unë e di sa vete kostoja për një instalim elektrik në një pallat, në një ndërtesë. Dhe me çmimet që punohet sot paktën në Shqipëri, unë nuk e di si dalin me fitim. Pra, se hyn në lojë dhe kleringu.
Çfarë është clearingu? Pra një ndërtues ka një sasi lekësh të limituar dhe jep me clearing instalimet elektrike, hidraulike, ndërtimit, betonin, hekurin, pllakat. Dhe normalisht ai që merr me clearing do të fitojë sa më shumë se ai s'po merr lek. Ai ka marrë një hyrje aty dhe kur ta shesi atë. Dhe normalisht do fusi produktet më të dobta. Pra ne kemi përcjellsa që nuk plotësojnë si standard. Detyrohen qytetarët i bëjnë edhe një herë instalimet elektrike, hidraulike. Po ke rastin e pllakave se ti edhe i fushës e kupton më mirë. Po ti je zbathur, ti janë këto pllakat nuk janë vënë nivel të thyen gishtat më. Pra, e kupton ku është cilësia? Dhe flasim pastaj ne për çmime 2000 euro metri katror, se këtu tregu është çmendurim. Më lirë ndonjëherë gjen një banesë edhe në Gjermani sesa në Tiranë. Mos është ndoshta një fluska, ajo domethënë që thjesht furnizohet më shumë nga leku i pisë se sa vërtet cilësia janë të gjitha së bashku Bleon. Pra janë të gjitha këtu tek ne. Pra këtu është një keq organizim i mirë organizuar. Pra me bashkëpunim, ndërtuesi do të fitojë. Pra, patjetër kostot janë rritur, por nuk e justifikojnë këto çmime, po flasim, disa është rroga në Shqipëri apo jo. Pra një inxhinier maksimumi merr 700 euro, 800 euro, ja 1000 euro, 1000. Sa vite i duhen këtij për të blerë këtë banesë? Po do hajky, do jetoj, do pi, do krijoj. Është e pamundur. Ne flasim tani se e ke parasysh këta agentët e real estate-it. Janë shtuar shumë në Shqipëri, në 3 shqiptar 2 janë agent. Sekserat, siç kanë qenë dikur. Flasim realitetin. I vjen mirë si vjen mirë. Nuk e kam, ka shumë profesionistë shumë të mirë. Pra nuk e kam për profesionistët që e kanë profesionat edhe duan kanë vite që e bëjnë. Sot, një papun, një student që mund të jetë ka mbaruar ekonomikun, ka mbaruar juridikun, ka mbaruar inxhinieri, nuk gjen punë, thot po bëj një trajnim dhe po bëhem agent. Se njofun këtu e shes unë dhe këta në bërë gjithë bashkë. E di çfarë bëjnë këtu të ndërtimi apo jo? Se do të jap dhe diçka tjetër këtu që nuk flet kush. Sepse edhe këto studio televizive shpesh herë kur unë jam në debate, nuk të lënë shumë hapësirë këtu. E kanë vënë që mundohen domethënë të kanalizojnë atje ku duan ata. Ku duan ata sepse shpesh herë i duan sponsor ose kanë interesa nga këta. Sepse është një monopol, këta e bën një industri shumë e fuqishme. Ti ke kompani se s'duhet përmend emra se s'kam punë as më intereson fare, por po them për fenomenin. Pra, ka 200 agent një kompani. Ti kupton se nuk e kontrollojnë ta tregun. Këta vendosin çmimet më. Këta vend të ndërtuesi i thot sa hyrje ke 100 hyrje, do t'i shesun 100-ta me këtë çmim. Pse? Sepse kanë pjesën e fitimit për qindjes tyre. Dhe dalin nëpër media thon shikoj, i thon qytetarëve, pra juve ju del më lirë ta blini një apartament nëpërmjet nesh se sa ta blini direkt tek ai që e shet. Po dalë mos edhe një fëmijë nuk i ha këto. Po përqindjen që merr ky, po çmimi që rritet në mënyrë artificiale, sepse një agent sa më shtrenjtë shitet më shumë fitim merr. Dhe kur them unë që duhet që agenti të mbajë përgjegjësi dhe për instalimet elektrike, për punimet cilësore, sa aty të reklamat e këto video 3D që bëjnë këta, që i bëjnë të kuruara, pra që vjen me taka dhe me kostum në kantier, dhe thon punime cilësore, bën me kabull petashuk, jashtë çdo cilësie. Tani kur fiton për një apartament që shet minimumi 5.000 euro, 6.000 euro, çfarë i kushton kësaj kompanie të agjencisë, nuk po them individit, të marri një profesionist, një inxhinier ose një teknik, jo për mua se s'kam nevojë të punoj unë, ka shumë të tjerë që mund ta bëjnë, që të bëjnë një inspektim. Jo thotë se unë jam vetëm ndërmjetës, i pëlqeu klientë shi, po dalë mos se nuk po shet rroba ti i pëlqen apo jo, nuk je shit se rrobash. Pa do të kesh edhe përgjegjësi ti. Pra nëse unë e blej apartamentin tek këto agjenci dhe nuk më punoj nesër instalimet elektrike ose më bllokohet banjo, pra rrjeti hidraulik. Ku do i kërkoj përgjegjësiu pronarit? Pronari thotë është ndërmjetës agjencia, ti do merret, do se merr. Pra, kur them është keq menaxhimi i organizuar për të kanë fjalën. Dhe kush e pëson? E pësojmë ne, e pësojnë qytetarët. Pra, e blen tjetri shtëpinë 130.000 euro dhe ka probleme me rrjetin elektrik, ka probleme me aspirimin, ka probleme me muret i ketë shtremta. Ke pastaj dhe ambientet e nuk fillon kjo edhe pak nga vetja i dashur se po ta vësh re, ne kemi fatkeqësisht do rikthehemi prapa aty se normalisht unë nuk dua të bëj tani atë që di më mirë ose që të heq vëmendjen nga atje ku duhet, po përveç se këtij lloj fenomeni që është për mendimin tim një kancer në industrinë e ndërtimit që po i shtrin të tentakulat në çdo lloj pjesë të mundshme në Tiranë, po më amenoj se ka filluar dhe rëndësisht në qytetet e tjera, por
Ma ha mendja që e kemi mbështetur dhe vetë në këtë institucionalizimin e informalitetit edhe një njeriu, edhe një shtesë, edhe të shtoj edhe një mur, të heq një mur, të hap një derë, të vër një dritare, të ngrej një garazh, të hedhë një kat, ato fitilat që lihen që është klasika fare, domethënë që mua më ka rënë fik kur kam kuptuar për herë të parë semestër të parë i ndërtimi siç në fitilat për të vazhduar kati tjetër mbas 5 vitesh, domethënë korozion aktiv. Ta kemi si dihet, korozion aktiv për 15 vite ajo dhe pastaj do hedhësh katin tjetër sipër. A mos ndoshta ajo pjesa që ne kështu i bëjmë, nuk kemi asnjë lloj standardi, nuk kemi asnjë lloj kërkese, nuk bëjmë asnjë lloj izolimi, fëmijët të smurën janë azmatik që të vegjël, bardhin në dimër, plasin në verë se nuk ka asnjë lloj izolimi, ato dritaret janë ashtu siç janë. Problematika më e madhe pastaj mbetet në fushën tënde që është instalimet elektrike janë, domethënë, unë shikoj një pjesë të madhe edhe të lagjit kur unë vi nga Berati me origjinë edhe prindit akoma atje e kanë shtëpinë edhe janë patetike, lidhjet e përshtylla, ato skribullat e bukura, ato si tip kafaze pëllumbash që nuk një zot i lartë di dhe zoti nuk e di mund të ketë hequr dorë nga zbërthimi i tyre. Edhe gjatë gjithë kohës së burri dheut nuk ka një më qytetar, të jetë një i mat, komshiu tjetri filani të thojë që dale burri dheut. Dale vlla një moment vlla se po paguajmë lekë me taksa të gjitha çka keni juve, nuk ja të paktën ata që i paguajnë. Nuk po themi ata që i paguajnë, ata okay, po i heqim. Po tani, si ka mundësi që një popullsi e tërë burri dheut paguan për një lloj shërbimi, paguan për energji elektrike, që jo detyrimisht është e lirë, krahasimisht le të themi, nuk është po e marrin falas apo po e marrin xhaba. Edhe e ka një mungesë të theksuar ti kërkon një llogarisë. Unë nuk po them të dalin të bëj komente valla, ikin te Facebooku di Ramës hona si dritat. Nuk kemi më, kemi përparuar, nuk funksionon ashtu gjëra. Po tani një këshilltar i zonës që ka aty, një individ të bashki, një ankesë ose si quhen tani se to ndryshojnë edhe vit për vit tash si mbajnë lot mend. Pse nuk funksionon kjo nga ana qytetare, domethënë është pjesa e paditurisë si funksionon, është miqësia apo ku qëndron? Ke prekur një çështje që unë shpesh herë e ngre në këto daljet e mia. Shumë njerëz më shkruajnë mua për problematikat e tyre, më çojnë mua foto problema në inbox, problemet që ata kanë në përditshmërinë e tyre. Dhe i them një pjesë se edhe unë nuk kam kohë të merrem me gjithë secilin. Pra, kur kam kohën e lirë, kush qelloni kthej përgjigje. Dhe i them, ore po drejtoj institucionin. Por këtu tek ne është ngulitur në mendjen e njerëzve frika ndaj pushtetit. Këtu më thon mua shpesh herë edhe koleg, kujdes, nga kush kujdes? Se flas unë për problematika. Për çfarë do kem frikë unë për fjalën time? Sepse është ajo gabina elektrike, siç e the ti me drejt atje, qoftë edhe në Berat, qoftë edhe në Tiranë, pa derë, mund të hyjë një fëmijë atje Zagorendi. Kemi pasur raste plotne, kanë rënë tension, kanë pas kontakt me rrymën. Nuk flasin. Pra, linjat janë cop, ngelin pa energji elektrike në shumë fshatra, se ne flasim për qytetet dhe harrojmë ndonjëherë po. Ke zona që bie një shirrje me orë të tëra pa energji elektrike. Rrugët me gropa. Këtu është vrarë, le të themi, reagimi qytetar. Edhe kur flet dikush, siç jemi ne duke bërë tani, thon, po, kush e di pse flet ky? E kupton? Kush e di ku e ka hallin? Kush e di çka ka? Kush e di? Ndërkohë ne kemi të njëjtin problem. Nuk kam drita unë, nuk e ti. I rrezikohet jeta fëmijës tëm dhe fëmijës tim. Pra, ne kemi për shembull në pallatet e reja që ti kthejmë përsëri çështjes. Kemi ambientet e përbashkëta. Ne dim çfarë janë ambientet e përbashkëta. Po e dini që shpesh herë në këto shesh pushimet e pallateve, këto ambientet e përbashkëta zaptohen nga lokalet dhe fëmijët nuk kanë ku të luajnë. Pra kur blen një banesë 150.000 euro, 130.000 euro, ore nuk blen 4 muret. Dhe ti e them me të drejtë, mos valle kemi ne qytetarët vend fajin në këtë rast, po ne e kemi. Sepse ne themi thjesht o burra ta blejmë këtë banesë. O burra se i kanë 5 lekë, se ka një fenomen këtu bleon. Këtu nuk bëhet fjalë, le të themi për qytetarë që e kanë blerë në shumicën e rasteve me djers, me mund, një jetë të tërë për të blerë një banesë. Ti ke sa zyrtar sot, ke drejtorin më të lodhur në Shqipëri, në fshatin e fundit administrator komune, që ka një banesë të dytë në Tiranë. Të tretë, ka një restorant, ka një lokal. Pa i ka le korrupsioni atë. Tani mos bëjmë sikur nuk jemi, nuk i dim këto gjëra tani. Tani ne i fshat aty me 500, me 2000 banor,
edhe të kesh restoran në Tiranë sigur nuk shkonën, sepse 700.000 lekë e ka Rrogë. rrogë. Vllai dashur se edhe unë pa dashur të bëhem këtë gjë kështu spiritual apo populist apo drejt shejtanit tash, domethënë është një lloj mendësie që është futur që nëse Bloni ka vjedhur, asmirë sa tema se për veten e tij. Budalla se ja, ishte atje e zotroi, e ke parasysh. Kjo është shumë e vërtetë, në fakt. Kjo fillon apo, e kupton se nëse vetë atje punon edhe do të vendosësh një lloj standardi, siç e ti, o zotria, e vajte ti dhe mësim diku, bëre 2 projekte, të pëlqeu shumë se këto unë do mendoj që në çfarë lloj mënyre sa më të vogël këtë standard ta vendosësh në Shqipëri. More një drejtori, u fute u bëre drejtor zëvendës drejtor. E provove, nuk e vendose dot. Çfarë do thonë njerëzit na mbrapa, nuk do thoshin është sistemi i kalbër, thoshim i shkreti, as për veten e tij nuk di. Blan, para se të fillonim, ne patëm një bisedë shkurtër bashkë. Po. Edhe thash që unë jam kthyer 2 herë nga emigrimi në Shqipëri. Dhe po mundohem shumë që me sa mundem, qoftë mirë, qoftë keq, të kontriboj sadopak. E di që jam në një moment, le të themi që jam përsëri duke menduar largimin nga Shqipëria. Realisht, kam biznesin tim. Pra nuk është problem ekonomik, fare. Pra nuk e kam problem ekonomik, por është problem i të mendësurit njerëzve në këtë vend. Pra këtu edhe kur ti mundohesh të bësh diçka, është shumë e vështirë që të përthithet nga njerëzit. Pra, nuk po them unë, kur u bë para ca muajve një protestë për naftën, unë kam qenë shesh. Në rrjetet e mia sociale më shkruajnë gjithë bravo. Kur u rrit nafta, pa justifikim, pra doli nga hiçi që u vu një bord transparence. Para bërë këto njoftimet e mia modest, e disa veta erdhën shesh. Është turp ta thuash. Dhe di se të kam ndjekur gjatë gjithë kohës në ato periudha, domethënë, edhe për gjithë energjinë në përgjithësi. E kupton reagimin qytetar këtu apo jo? Dhe kur unë flas në një ham të kundërshtojnë ata që po i vjedhin politikanët, më vjen mua me komente. Pra, sikur jam unë ai që po ja prish rehatin. E kupton ku jemi, po sa kas. What the fuck is wrong with us? Çfarë ku është problemi me ne, domethënë që në vend të biem atij që na shtyp kokën, i biem atij që mundohet ta ndihmojë. Këtë se kuptoj unë valla. Ku jemi gjeni? Ore mos jemi budallënjë valla. Po s'mund ta them budallënjë, por po jemi le të themi, e di ku është shikoj Bleon në një vend tjetër. E shikoj kryesisht te të rinjt. Sot një i ri në këndvështrimin tim, që e ka ëndër, ka njerëz ti, që e ka ëndër të punojnë në administrat me 500.000 lekë rrogën. O e me 500.000 lekë nuk mban dot veten në burrë familjen. Ç'është kjo mundësi më burr? Po për çfarë e kanë ëndër të hyjnë në administrat? Te hipoteka, te legalizime, te OSHE-ja, te ujësillsi, në bashki. Po e kanë vetëm për të vjedhur më burr. Sepse është ngullitur nga familja, se kanë parat e paraardhësin. Një drejtor i lodhur aty me 1.000 euro rrog, me 700 euro rrog, është bërë me hotel. Tani, prandaj ne kemi fajin burr. Sepse ai e shikon atë shembull suksesi dhe jo X-in Y-in që mund ta ketë arritur me djers. Shikon atë kriminalin që është marrë me prostitucion dhe me lëndë narkotike. Dhe thot, ky është shembull suksesi. Dhe fëmijët i nxit që të ndjekin këtë si shembull suksesi. Nuk e nxit një që mund të jetë, le të themi, intelektual i vazhduar, i shkolluar, i arrir në jetën e tij, por me punë dhe me djers. Dhe duke parë këto shembuj, normalisht ne do jemi përballë kësaj situate. Ne do jemi përballë këtij fakti. Do jemi përballë situatës ku ky që vjet, që na vjet ne, taksat e mia, taksat e tua, të prindërve tan, dhe i poshtron nesër edhe shteti këta të moshuarit dhe ne. Unë nëse do punoj 40 vjet në Shqipëri, po do marr pension 200.000 lekë vjetra më burr. Është turp ta thuash. Dhe nga ana tjetër shteti vetë rrit moshën e pensionit, se mbase nuk e ke dëgjuar këtë pjesë. Pra, për gratë po rritet, për burrat thonë ta çojnë 67-70 vjeç. Imagjino një elektricist 70 vjeç tipin me shtyllës. Po, të vdesin, ore të vdesin në vështyllare. E kupton ç'a bëhet apo jo? Dhe më beso, të lutem, ta mbaroj pak këtë. Më beso që të rinjt, le të themi, unë kam pasur atë idenë se jam vetë, le të themi, që jam kthyer në Shqipëri, me idenë që të rinjt do bëjnë ndryshimin. Por më besoj që është shumë e vështirë. Madje shumë herë është më e vështirë me të rinjt sot që janë në Shqipëri, që janë militant partije. Ata e shikojnë pasaportën ose CV-ja e tyre është partia. Është e tmerrshme ta mendosh. Një 25 vjeçar, një 30 vjeçar e ka CV-n deputetin e zonës. Nuk di të bëjë një CV. Ka partin.
Qoftë ata që janë pushtet, qoftë ata që duan të vinë. Pra, militantizmi është le të themi një smundje e keqe për këtë vend. Dhe më beso që do jetë shumë e vështirë. Madje edhe kur merren nisma të reja, qoftë nga individ ose edhe lëvizje shoqërore, patjetër që kanë vështirësi sepse gjëja e parë që thotë se cili ore do t'i bashkohen Bleonit nesër, është intelektual. Thotë, po çfarë do m'japi ky mua? Nuk e shikon fare në aspektin e vendit. Ore çfarë do bëj një gjë të mirë, një propozim. Pra, ne sot, unë prandaj ngre shpesh herë dhe në videot e mia. Ore një deputet është përfaqësues i popullit, përfaqëson një grup caktuar shoqëror. Ore më thoni një inxhinier që ka folur për këto problematika në kuvendin e Shqipërisë. Dhe jo vetëm të jetë komentator televiziv, por në kuvendin e Shqipërisë me projekt ligj, se nuk flet një deputet në studiot e mbrëmjes aty me që të bëj populistin për të marrë vota. Sa ashtu dim gjithë ne. Po në kuvend, dhe vej me projekt ligj, që mos bëhen me instalime cop-cop, mos bëhen këto lejet e ndërtimit janë bërë si fletpalosje. Dhe patjetër nuk i intereson këtyre le të themi përfaqësuesve të partisë politike dhe këto që ne jemi duke thënë. Sepse i prishin interesa, se këta i kanë më firmat e ndërtimit, këta po i bëjnë këto, s'po i bëj as unë as ti. Po shiko, unë në pjesën afatgjate, i mbështet gjitha ato qytete, edhe unë kam identik njëjtën mendim, domethënë normalisht ti artikulon më qartë sepse je pjesë direkte, domethënë dhe je aktiv në atë gjë. Po në pamjen e afatgjate unë shikoj si një proces që nuk ka rrugë dalje. Ke parasysh, unë mendoj që duam s'duam, ne standardi do rritet. Domethënë, po ajo çfarë mendoj unë është që pse duhet të jetë kaq e lodhshme, pse duhet të jetë kaq shumë lek, pse duhet të si ai skandali apo që u dojsh fasada, kupton tani të ndërtosh fasadë me izolim false. Me polisterol që merr flak, merr flak, domethënë që është semestri të dytë më duket e kam bërë unë, as semestri të parë nuk kam bërë. Është unë nuk e di si e zë gjumi atë që ka hedhur firmën. Nuk e di a e kanë kërcënuar, a e kanë paguar, nuk e di kush është, as nuk dua ta di, po ti normalisht duhet ishte para hekurave, para përgjegjësisë. Por ndjenin time nuk është dënuar askush për atë. As për atë, as për rastin në Lushnjë, që u doq një qendër tregtare, që nuk funksionoi as një sistem alarmi. Kush i ka kualiduar këto sisteme të alarmit, që duhen bërë paktën një herë 6 muaj ose minimumi një herë në vit? Kush e ka hedhur firmën aty? Jo, inxhinier janë vetë, nuk kam qef domethënë që ata kolegët e mi në industri të kenë problematika të tilla, po unë jam i bindur në njëjtën mendim me ty, ne që duhet vjen para përgjegjësisë. E ka bërë nga ai që ka qenë i kërcënuar apo është paguar, por kërkuar është gjë tjetër. Ata ta vendosi ligji, zoti ta vendosi kur tetohen, çfarë është bërë, çfarë s'është bërë. Po duhet të bëjë përgjegjësia, ai se me njëri më qaf gjithë ato që ran dursa atëre kolonat, vetë ti e heq kolonën mbajtëse të një godineve prej disa katesh, e kupton. Këto janë absurduti gjëra domethënë që normalisht është turp nga çdo individ mblon. Po morali këtu te ne ka vdekur me kohë. Megjithëse morë rastin e Durrësit. Ne po të hyjmë në YouTube tani çdo kush që të hapi ato filmimet në rastin e tërmetit, pallati i shkyer, i dërmuar nga ana e konstruktit. U suvatuan, madje në shumë raste janë mbushur edhe me shkum, janë bërë me fino dhe po shiten sot me 1500-1600 euro metrin Durrës. Vije parë thot me pamje nga deti. Këta që i shesin, e din ç'po shesin? Po këta që i blejnë, mirë këta se, ai do t'ja hedhë si puna ti që ka makinë të prishur, ai e din ç'a problemi ka dhe e shet. Po ky që e blen nuk e kontrollon. Pra unë për shembull që punoj tërë jetën, ti që je tërë jetën që po punon dhe do blesh një banesë qoftë të parë, qoftë të dytë pushimi, por e ta kontrollosh. Pra ti po e blen 130.000 euro, do t'i bësh një kontroll. Por vetë e blen ai që është drejtor atje në komunë, atje në bashki. Thjesht ti fuset to lekët gjykundit. Pra prandaj jemi në përballë kësaj situate, sepse askush nuk ka atë përgjegjësinë morale. Pra shpirtërorja këtu te ne le për dëshiruar, por për mos ta bërë kaq shumë gri. Më besoj që ka dhe shumë të rinj që kanë këto mendime si ne. Duan të japin diçka për këtë vend. Dhe absurdja që mua më vjen jashtëzakonisht shumë keq, është që i kanë këto ide të mira për vendin, hasin në pengesë dhe zgjidhja e shkurtër, marrin valixhet dhe ikin në emigrim. Dhe duke qenë përballë kësaj situate, duket situata shumë e vështirë.
sepse duhet bërë një balans. Ka nga ata që kthehen, ka dhe nga ata që ikin, por mua më rezulton që ata që ikin janë shumë më shumë se sa ata që kthehen. Pra, dhe duke qenë përballë kësaj situata duket pak e vështirë. Një kolegu im thot një gjë, thot me të qeshur, unë e përdor shpesh herë, por ka shumë të drejtë. E di çfarë thot? Thot ata që ishin taft dhe ishin shumë të mirë, ata ikën në një emigrimi. Këtu kanë ngelur, le të themi, militantët dhe ata që mund të kenë probleme ose arsye familjare dhe ata që nuk kanë gjetur një mundësi për të ikur në vendet të jashtvendit. Pra, dhe duke qenë përballë kësaj situate, le të themi, mos të presim ne një ndryshim brenda natës, por duhet të parë, le të themi, edhe nga ana politike. Pra dhe nga ana politike, sepse shpesh herë ka dhe një gjë tjetër këtu. Edhe kur dikush tenton që të merret me politikë, ne po flasim. Po nëse nuk merresh me politikë, si do ta bësh ndryshimin ti dhe unë? Duke folur këtu në podcast, ne thjesht sensibilizojmë. Duhet të jesh pjesë e sistemit në mënyrë që ti të kesh të drejtë të bësh ndryshimin. Dhe kur njëri tenton, mundohen t'i vënë 500 pengesa. Pse? Sepse ja prish atë reatin. Të kthehem tek fjala që thash fillim, që më thon, "Ore, po ç'ke burr që flet?" Apo punon, po ç'ke më burr? Ti rregull e për vete. Pra, sepse njerëzit janë thjesht pragmatistë. Thjesht shikojnë edhe interesin vetjak. Ja, mirë për momentin, po marr lekë dhe jam rregull. Për tjerë, bëhet çfarë doj më burr. Po, është edhe pak kështu shije rrushin e piqur se Mahamendja përveç se janë pragmatist ka humbur dhe, domethënë, idealizmi njëre fare është zerruar. Integriteti, le të themi, akademik ose në rastin tonë inxhinierik është gjithashtu zerruar, domethënë se kur ti e hedh një firmë edhe nuk të bën përshtypje se çka ke bërë aty, për mendimin tim nuk ke integritet profesional për të vazhduar për të bërë punën edhe duhet të hiqet licenca. Edhe në këtë lloj mënyre, domethënë në këtë lloj që të gjithë duan të marrin diçka, po asnjëri nuk do të ketë përgjegjësi për asnjë gjë. Është një krizë tejet e madhe për të zgjidhur problemin, por normalisht ligji i natyrës thotë që aty ku mungon marrja e përgjegjësisë ka dhe mundësi. Kështu që në mënyrë indirekte ka dhe mundësi për breza të rinj të thoshin dalin, ne këtu do të bëjmë këtë. Po duhet pak ai shpirti i sakrificës, duhet ai sakrificës që të thojë që okay, unë do e bëj si Azmeri, nuk do e bëj si filani. Unë nuk do e kursej atë aparatin apo ato gjën që ishte një nivel më ulët, po do marr ato që është planifikuar zotëri. Të paktën se mund të jetë plani gabimër, se sa inxhiniera, sa kështu arkitekta kamë që bëjmë planet gabim, po të paktën ne kemi komunikimin. Edhe nëse ai do të ndërtojë ato, unë i them mos okay zoti, do ta ndërtoje, më shkruaj pak të letrën që unë ta kam këshilluar dhe ti pra do ta ndërtosh ashtu. Por nuk funksionon kjo gjë në Shqipëri se të heqin nga puna. Patjetër. Edhe të dua të mendoj që si mund të gjejmë se këtë po mundohemi. Ke parasysh ne që po bisedojmë së bashku tash qëllimi është që me mendimet tona, me aq sa dim, me aq sa kemi në kokë, domethënë të mundohemi të artikulojmë në një lloj këshillimi ose në një lloj rrugëzidhje, rrugdalje, një tjetër mënyrë domethënë për të bërë biznes ose për të punuar në të fushë jemi ne, se është shumë kryesore, se nuk po me gjithë respektin nuk po shesim vezë, me gjithë respektin për shitjet e çdo lloj gjëje. Po ke jetë në dorë, siç u pa para 3-4 vitesh. Ke jetë në dorë. Nëse mjeku i vetë atje duhet ta shpëtoj, ti e përgjigjesh mos vej fare atje. Shumë saktë. Për sa i përket edhe pjesës produkteve dhe cilësisë. Pjesa e ndërtimit muret një herë bën. Plagat po një herë. Instalimet elektrike një herë, hidraulike një herë. Nuk është si punë e bojës, si punë e mobiljeve, që nuk të pëlqen i ndërron ngjyrën, i ndërron mobiljet. Dhe këtë duhet ta kemë parasysh qytetarët. Në momentin që pagon lekë duhet të kërkojnë dhe llogari atit që ka bërë punën. Llogari, siç e ka gjithë bota. Nëse se ke bërë siç duhet, shkuli këto bëj edhe një nga fillimi. Pra bëj prapë nga fillimi. Për këtë je paguar. Ti je paguar për të bërë një punë që s'e ke bërë tamam. Në momentin që s'e ke bërë, përgjegjësia është mbi ty. Por, siç e the ti me të drejtë, shpesh herë kanë këtë më burr, nuk e di, kanë frikë të kërkojnë të drejtat e tyre. Pra të kërkojnë të drejtat e tyre. Po ke qytetar për një certifikat i storollasin nga 2-3 ditë për një dokument që i takon për ta marrë. Kur i jep atë 5.000 lekë atij e merr atë certifikat. Pra, e njëjta gjë ne dim, por Shqipëria është një kantier i madh burr. Ke apartamente shiten akoma pa hipotekë dhe pyetja që thon këta, se kserat që i shesin është me dokumenta.
Po pse do të diskutohet akoma ka një banesë që po blen një qytetar, është me dokumenta apo jo, është me hipoteka apo jo. Po kemi rastin abuziv që skandale është krim. Është krim ta mendosh, jo ta bësh, që një apartament ja kanë shitur 3-4 vetave. Pra, ka qenë tjetër emigrant, ka punuar tërë jetën dhe e ka blerë dhe kur ka vajtur e ka gjetë derën e mbyllur. Po kush do mbaj përgjegjësi këtu? Sepse ne kemi një gjë, se të kthehen tek ajo që the pse nuk reagojnë. Po ne nuk reagojmë nëse nuk na ndodh neve, ose te dikush që i afërm që ne e njohim, familjen tonë. Po ndodhi te dikush tani na vjen keq, bëjmë në koment aty sa gjuna. Po kur vjen puna tek pjesa e reagimit, pra për ta mbështetur, nuk e mbështet askush, por thotë ç'm duhet mua por thotë, unë jam rregull vet. Dhe normalisht sot ti thuhet ç'm duhet mua, po nesër kur të vjen radha aty, ti e çon kokrën e lodit, por mos harro se kur se ke ndihmuar ti dikë tjetër nuk ndihmon kush. Dhe këtu duhet të jetë pjesa e sensibilizimit. Po ti ke rastin se me qenë se jeni dhe nga Berati, ti e di pjesën e fshatrave të Beratit, mbahet me bujësia apo jo, me sera. Po. E ti që po i hedhin kastraveca trangujt ata? Çfarë ndodhi në Paris? Çfarë ndodhi në Bruksel me bujqit? Po këtu në të gjitha qytetet kryesore, Paris, Bruksel, Berlin, do dalin kudo po dalin. Gjermani me trenat, çfarë ndodhi me trenat në Gjermani? Jemi sot si po regjistrojmë, pavarësisht se ke dalë më vonë, sot si po regjistrojmë edhe nesër bashkë janë komplet, nuk punon asnjë gjë. Eksakt. Po këtu te ne po të bëhet kjo, unë e mbyll punën sot. Po ai kolegu vetë hap atje, thot marr më shumë klient ja marr dhe këtit. E kupton ku jemi ne tani? E kupton që ata bujqit nuk e bllokojnë prodhimin, thonë nuk do shitet me. Të gjithë bashkë. Pse? Që për të mirën e tyre. Por çfarë bën? Disa thotë shikoj se unë po shese i mbyllën këta, ta hequn mallin tim. Po ne jemi popull përfitues më po. Ne jemi popull servil, ne i servilosemi të fortit. Ne i servilosemi atij që ka para, që ka pushtet. Dhe i bjem të dobtit. Pa ne jemi i popull ai që është më i dobët, atij i bjem se themi ky s'na bën gjë. Varja e këtij më. Kurse ky që është i fortë, këtij ta mbaj mirë me këtë se nuk i dihet. Me këtë politikanin, edhe e dim që na vjedh. Dhe e dim që na mashtron. Pra, e kupton dallimin tani të kulturës, e kupton tani pse intelektualët e shtresa e mesme do një orë më parë t'i nga vendi? Sepse është për drejtat tona më po. Pra, është për drejtat tona. Unë ta garantoj nesër nëse dalim për pjesën tonë teknike në Shqipëri, dalun më, del dikush, del X, Y, thot hajde të bëjmë një sindikat, bëjmë një grupim për të drejtat tona, se hiqen punëtorë si lecka hidhen rrugë. Se më tha dhe dikush në një studio televizive, më tha, po Gjermania ka taksa. Po, ka taksa Gjermania dhe çdo vend evropian. Po nëse dëmtohesh në punë, të jep asistencë, të jep dëm shpërblim kompania e siguracionit edhe shteti. Po këtu në Shqipëri, ti po u dëmtova i nëse të heq nga puna pronare. Dhe thot, vdis për bukë aty. Dhe merr 27.000 lekë ose 27 euro asistencë. Po aty fillon dhe problematika e madhe, shiko. Para një viti isha në Shqipëri për pushime. Kaloj diku në Divjak edhe në Berat atje kur rikonstruktoi shkolla Vëllur Karbonara. Edhe më bën një gjë përshtypje, se ishin disa gjë, u mblodhen disa gjëra me njërin kohë bashkë. Domethënë u bën lëmsh edhe nuk po e mbaj dot më. Asnjë lloj sigurie në punë për të. Nuk ka, domethënë ato ristela dërrasa, domethënë që vjen që prej një lartësie, prej 2 metër e sipër ose për 3 metër, nuk e di se si me çfarë kodi ndërtimi është bërë Shqipëria. Atë ne i punëtor me tuta të shkurtra dhe me shapka? Me atlete? Adidas? Po. Edhe nuk edhe më vonë pastaj 2 ditë mbasi paso se po i vija re me timat, shiko, babi tash shumë e rrezikshme kështu babi me të vetën se ai natë kohë ndërti ka punuar sa ne kemi punuar edhe më keq apo shoqyr tha tash të paktën kanë kështu nuk është dobi makinat kanë nga një nga këto gjërat, kështu që ato janë fiktive koto. Nuk është ajo rreziku më i madh se është makina rreziku. Rreziku më i madh është për atë. Në kantier mbaj 1 lekë dhe vetëm një kokore kur vjen njëri me kamerë aty që filmon. Këtë do të kesh lekun jeshil. Thonë jemi konform rregullave. Edhe ajo që ma mbushi kupën mua ishte të nderuarit apo të panderuarit tani se unë nuk kam shumë qejf si karakter. Erion Braçe kishte nxjerr një post në Instagram të një gjëje që bëj në Divjak me një trall në mes, me një punëtor sipër trahut që i nuk ishte as skele ndërtuar, po ishte thjesht 2 kambaleca me një terras.
dhe të vënë që ai po rinte, pa asnjë lloj mjeti sigurie. Dhe ky lloj individi që bën edhe gjas me opozitarizmin brenda komunitetit të vet, domethënë që apo të bëjmë këtë, të bëjmë atë, të bëjmë kështu, haron që është në pushtet edhe nuk e di për kë po kundërshton aty, bën gam si ato chihuahuat kot, është shumë i shpifur. Pa të paktën po paguani, keni një skuadër që merret me to. Të paktën merrni një student të burr nga ndërtimi që thotë që ore nuk e hedhim dot këtë se s'ka kjo, ose thoj të vishi, aman, thoj të vishi të paktën. Mirë që nuk po ja siguroni jetën, po mos e bëni shembull i keq, mos i hidhni në rrjetet sociale, domethënë që shikojnë tjerë që është okay. Sa shqiptar duhet bien nga skelat, si në përpallate, si në Kosovë, si në Shqipëri, si tjetri që të vënë mend te kokës edhe të përdorin skelat e normuara siç e përdor gjithë bota. Sa njerëz duhet i zëri korrenti që të vijnë barierat të përdoren në mjetet e ndryshme. Domethënë unë nuk e kuptoj, domethënë a ekziston, kush i kontrollon to? Për shembull, në një kantier që mund punohet. Ka një njerëz që vetë që bën vetëm kontrollin e sigurisë. Me letra po. Unë prandaj e thash, me letra ne jemi në rregull. Me dokumentacion. Thjesht me formular kod. Pra por në praktik, asgjë nuk është reale, nuk qëndron. Pra, dhe unë e thash, nuk bëhet kontrolli siç bëhet këtu më po. Pra këtu i japin kontrollin njëri tjetrit. Pastaj ne jemi vend i vogël por njihen të gjithë. Edhe këtu ka një problem shumë të madh. Këtu nuk e ndajnë dot pjesën miqësore nga pjesa e punës. Pra e kanë shumë të vështirë. Ora këtu bëhen punët e burr. Pra bëhen punët në kafe. Unë kam zyrën ku jam këtu, në rastin tim konkret. I them hajde të flasim, thot po të pres te kafja poshtë. Se si i duket aty te kafja. A e kupton ti? Pra, nuk jemi mësuar ne me rregulla. Pra kemi pak shumë të vështirë këtë pjesën e adaptimit ne me rregulla, dhe prandaj jemi ku thret qameti. Pra, ne flasim për pjesën, siç e the ti, dhe sa duhet zëri të bien kontakt me rrymën elektrike që ndron jetë, që të reagojmë. Kam folur unë çdo studio, në çdo televizion të mundshëm. Mendon se ka pyetur njeriu është interesuar? Zero. As janë ndjen njeriu fare. Mjafton që t'japin ato tendrat, t'japin ato lejet, të marrin ato lekët e xhepi dhe se vdiq 1, 2, 3 apo 10, as i kërcet njeriu fare. Flas nga ana e atyre që kanë gjendon. Pra nuk po flas për njerëzit e shkret që komentojnë në postimet e mia që thon bravo të qoftë. Kjo nuk ndryshon gjë, ose edhe që më shajnë. Pra kjo s'ka impakt, kjo është kot. Kjo është mbështetje morale për mua ose për Bleonin ose për tjetrin. Po flasim për reagim institucional. Reagimi zero. Pra nuk i kërcet njeriu fare. Pra unë jam ai që kam thënë dhe e them. Duhet bërë kontroll paktën për instalimet elektrike, pjesën që mua më lidh me profesionin tim. Por nuk mundet të vazhdohet me këtë lloj forme, po tu bëjnë në pjesën e instalimeve pllakaxhiu. Bën ai që bën suvatime, bën hidrauliku, bën çfarë do lloj. Pra ai që rritet cepit e lokali i lagjes i vetë quajtur elektricist. Nuk ka kontroll, nuk ka testim, nuk bëhet testimi i panelit, i implantit. Dhe kjo zgjidhet me ligj në fakt. Kjo nuk zgjidhet nga njerëzit. Kjo zgjidhet. Si lejon të dalin në treg, domethënë. Si dalin në treg, që të vi unë domethënë të vete një njeri nga mbrapa edhe bëjmë elektricist. Ja më ta them unë si del, ti s'ke nevojë fare. Ke mësuar 2 gjëra ose 5 gjëra, blen një çantë me vegla, hap një Instagram aty dhe thua elektricist. Dhe ti vazhdon, punon. Keq, mirë, ndes drita, njerëzit thotë ndezi ky, më mori më lirë, ky dhe hajde dil nder. Kaq më, kaq e thjeshtë. Pse kujtoni se je në Gjermani këtu? Që duhet të regjistrohesh në bashkëpërgjegjësi se nuk të merr nesër ai klienti aty. Pra nuk të merr, po ti nuk je i certifikuar. Ora kush je valla? Çfarë di ti dhe çfarë punimesh ke? A ke parasysh portofolin e punimeve? Ora çfarë eksperiencë ke më burr? Çfarë ke bërë, çfarë ditë bësh? Këtu jo, këtu punon telefon. Shiko thotë. Merr telefon se njofun filanin, është i mirë, merr atë të bën ai punë. Dale valla, pritet. Pra, e kupton ku jemi ne apo jo? Dhe unë këtë kërkoj, këtë kam ngritur. Ora duhet të institucionalizohet kjo, pra të rregullohet kjo, bëhet institucion. Pra, jo çdo kush, le të themi mund të bëj këto, por kam në një merak tjetër blon. Sepse unë e di ku e kam merakun apo jo, dhe mendoj edhe më të keqe. Kjo mund të bëhet, po kjo kthehet monopol. Siç janë bërë pikat e karburantit në vend. Ja japin 2-3 njerëzve. Pra, qoftë edhe mua nesër, pra qoftë edhe mua. Se dhe unë po e mora, po them, gjithë kontrollin e gjithë vendit, Leon, është problemi. Qoftë edhe unë nesër. Pra, duhet të
jetë e lirë për profesionistët dhe duhet jetë shteti rregullatori që të më kontrollojë edhe mua nesër. Se kështu fillon pjesa e abuzimit. Dhe unë nuk e kuptoj. Pra, një pjesë e kolegëve nuk janë dakord me këtë që them unë. Pse? Nëse ti punon siç duhet, ku e ke problemin? Ajo është krye fjala, se nuk punoj siç duhet, pra, e ke parasysh sepse kjo është e gjithë mendoj që një profesion i tillë, si këto mund të hidhet në treg pa u certifikuar njërin, nëse nuk ka një instancë shtetërore që të thotë po, unë tani do ta jap licencën etike të drejtë të kapësh fije me dorë. E ke parasysh është okay, nuk po them po bën instalime abazhurës, nuk po po themi një po themi për ata që bëjmë instalime, po themi implantin e komplet një pallati, të një parkimi, të një qendre tregtare, të një fabrike. Pikërisht. Ne kemi raste, janë bërë fabrika në ditën e inaugurimit ka marrë flakë po. Ka marrë flakë në ditën e inaugurimit, po të kërkosh në Google, qytetarët e dinë, se s'duhet përmend emra. Ditën e inaugurimit ka marrë flakë fabrika, 2 milion euro. E kupton ku jemi apo jo? Dhe këtu duhet jetë, sepse është edhe një gjë tjetër, sepse ne vërtet themi problematika të gjitha pse nuk bëhen bashkë. Po ne jemi vetëm vend në botë besoj po. Dhe në Afrikë ke sindikata, ke sindikatën e inxhinierëve, ke sindikatën e elektricistëve. Po e di ti që secili nga ne këtu në Shqipëri, kur pagojmë edhe siguracionet ose dhe punëtorët e shtetit, një pjesë nga paga e tyre shkon direkt në buxhetin e sindikatës? A e di këtë apo jo? Çfarë bën që i kishim ne? Nëse di çfarë kemi sindikata. Po çfarë bën sindikata? Asgjë bën sindikata. Nuk dihet kush është. Pra, kryetar sindikate njëri që ka 30 vjet, po dalë më pse me trashëgimi e paska këtë, derisa të vdesit e leri çunit, nipit, vendrit. Çfarë bëhet këtu? Sindikatët këtu janë palë me shtetin. Dhe nëse bëhet një lëvizje, orët bëhen gjithë bashkë, gjithë elektricistët, gjithë inxhinierët, gjithë profesionistët. Orët ta zgjedhin këta një që ta përfaqësoj. Ta zgjedhin këtë duar. Pra unë e them, nëse e marr si nisëm, unë nuk e dua si pozicion. Fare, unë si Azmer nuk e dua. Që mos mendojnë se ky po e bën për vete. Pra e them publikisht, e kam thënë në televizor, ore se dua unë atë. Zgjidhni një nga vetja juaj mes jush. Pra, këtu duhet këtë reagim. Pra duhet të funksionojnë, sepse po tjetë sindikata, nuk e le atë mashtrusin, atë abuzusin, atë punëtorin që e mban pallara aty dhe nuk i jep orët shtesë. Nuk e le atë ndërtusin që të vej me atlete punëtori nesër në punë atje, sepse i rrezikohet jeta pa rregulla. Nuk e le atë ndërtusin që të veri skela, le të themi që nuk përdoren në Europë as për muze, jo më të bëhen punime. Dhe kush është patjetër sindikata, sepse e detyron atë dhe i bën gjithë bashkë. Sepse po dalësh ti dhe unë vetëm si individ, të heqej nga puna më po. Ai e ka bukën e vetes dikush. Po të heq nga puna më po. Dhe a e the shumë mirë ti që janë trenat bllokuar sot dhe nesër aty në Gjermani. A del një punonjës si Hekurudhës të dalin punë, ja mban të dali? Të marri trenin të dalin më. E po këtu te ne po të bëhet kjo gjysma e punonjësve do dalin ditën tjetër në punë. Pse? Nuk është me lisë, kanë kontratë, s'ka ku vetë. E kanë kontratë pra sindikata. Dhe prandaj duhet sindikata. Pra, duhet për të mirën tonë, mos sindikata është për ne, po jo këto që janë këtu në Shqipëri. Pra, këto janë sindikata. Këto janë thjesht disa institucione për të marrë lek një pjesë për të vjedhur dhe për të ndetur këta nga 30 vjet derisa të vdesin kryetar sindikatash. Dhe njerëzit më besoj që ka shumë që nuk e dinë që nga rroga e tyre pagohen dhe i mbajnë të ardhurat për sindikat. Edhe punonjës të shtetit. Sepse shpesh herë unë flas për elektricistët. Edhe më komenton dhe njeri nga Beradi, një elektricist, në rrjetet sociale. Më thoshte ti flet sepse nuk e ke luksin të punosh në administratë, se kujton se isha elektricist. Dhe pra ai punonte dhe ishte në rregull. Po ai nuk e di, sa ai është i shkret në mendsinë e vet, mua vjen keq, realisht më vjen keq, sepse elektricistët në Shqipëri, a e di që punojnë nuk kanë turne? Nuk kanë turne. U kthut telin 10 natës, 11 natës do vej. A e di që në fshatrat edhe të Beradit, edhe të Shqipërisë, vete elektricisti me bicikletën e vet ose me motorin, me makinën e vet, s'ka transport? Ja po për këto flasëm. Ai më thot mua ti se ke luksin. E kupton pse? Po se me shumë mundësi e ka futur ai i partisë. E ka futur ai deputeti i zonës. Mos them ka dhënë në lek. Dhe bota e tij është kaq. Pra ai kaq shikon.
Dhe këto që themi ne i duken gjëra si konceptone i fare, çfarë sindikate thotë. U po marr rrogën aty, nxjerr në lek të vogël në gjë. Ja mirë thotë. Pra, e kupton ku jemi ne këtu? Dhe ata që e kuptojnë çfarë bëjnë? Do marrin ligjen, do aplikojnë jashtë, edhe do ikin, fatkeqësisht. Po, me një epidemi e keqe fare që nuk është vetëm në industrinë tonë, por edhe në industrinë tonë dhe aty dua të përmbajmë, është informaliteti e pur. Si për të ndruar një llamp, si për të lidhur një fish, si për të hedhur një boj. Unë dua të më falin ata që dëgjojnë që thonë që ja, erdhi ky vajti ja ndej edhe do bëj gjitha kështu që duam që bëjmë. Por lëshimi i një fature mbron më shumë klientin se sa atë që lëshon faturën, se ke diçka që i thosh zotëri kanë paguar lekët dhe ky ka lidhur gabim, e ka bërë gabim. U prish valla. E mora, kam në fakturë, kam paguar 500.000 lekë, kam 2 vite garancia, po çfarë lloji që jetë nuk ka rëndësi fare? Urdhë, ditën tjetër nuk punon. Sepse ti nuk e ke mjetin ligjor, nëse ti nuk ke diçka ti të tregosh një institucion, nuk e ke mjetin ligjor të thosh o vlla, ky më ka bërë dëm ose ky më ka bërë keq, kur nuk e si e provon. Blon, nuk beson njëri më burr te këto. As te kontratat, as te faturat. Ja të japun një rast konkret. Para disa kohësh, pata një mbi faturim, kam numra me kontratë me një kompani në Shqipëri, se s'do ta përmend me se e din qytetarët. Pra e bëra problem, u bë virale video, u bë mediatike po ashtu. Dhe kërkoja drejtën time. Pra për një gabim, pra kam kontratë, kam numër me kontratë. Pra më kishin faturuar një shumë që nuk duhet ta paguaj. Më kujtoa, po ajo telefonike, po, më kujtoa. Pra unë kam numra pune. Një ditë bukur u bllokua numra. Ora kam kontratur. A e di që sipas kontratës kjo kompania nuk mund ta ndërpresë shërbimin. Edhe kurse ke paguar faturën, duhet të njoftoj 15 ditë para që ti të marrësh masa. Pa asnjë lajmërim më ndërprena faturën. Më mbyllën numrat. Vajta pagova faturën që ishte gabim. I morën telefon me kontratë, pra me faturë, me dokument, arrogancë pa parë. Por e kërkoja numër. Pra sepse nuk e as kujt takon, se do vete do gjuj me gurë tek dera e kompanisë. Fare më, bëhet fjalë për 12 euro, pra 12 euro, po më shumë e kisha pse lekë e mia më punë. Pra, më morën nga 12 euro ku ishin? Janë lekë e mia, nuk ka drejt askush, qoftë edhe 1 euro pa pëlqimin tim, të abuzoj. Dhe u përballë një arrogancë. Fare më, as e kërciste fare kompanisë. Kur e bëra unë videon virale, pra që vajti me mira, me qindra mira shikime në rrjetet sociale, dhe kur e bëra në televizive, që u bëdhe ankesa pranë Akepit, atëherë më merr kompania mua në telefon bla. Më kërkon dies. Po mirë më, unë jam një rast, ja kam një farë zëri. Pra dëgjohem diku. Po sa shqiptar ka këto problematika më. Pra, pse të gjithë do të marrin telefonin dhe do bëjmë reagim ne. Të gjithë do dalim o burra në media për zgjidhur hallet tona. Pra, kjo duhet të jetë, le të themi, funksionimi më burr. Prandaj nuk kanë besim as te këto fakturat, as te kontratat fare, se dim që këtu edhe kur i ke nuk të hyn punë. Dhe prandaj nuk e kemi ne këtë kulturë. Pse? Sepse është ligji më të fortë. Pra, unë dyshoja edhe kompania i bën këto në Hungari, se është kompani hungareze. I bën Hungari këto? Që i lën qytetarët e ndërpret numrin edhe e bën ofertën tim me 20 giga dhe të mbaron për 2 ditë e dale më po. Si tikën këto? Pra është abuzim, është vjedhje, është cilësia e dobët e rrjetit, tallja me qytetarët. Dhe normalisht, qytetarët thonë okay, e marrin mirëqen apo. Pra, sa dhe unë fund thash se s'po merrem me këta fare me po ik. Pra, nuk merren fare as ndash ta ulin, ndash ti rimbursojnë lekët, ndash mos ti rimbursojnë. Se i bie të harxhosh kohën, stresin, lodhin, pra janë shumë gjëra që të lodhin, pra të lodhin. Pra, prandaj duhet një hetim, siç është bërë këtu me O2-shin. Një anekdotë e vogël për të treguar. Për shembull, O2-shi ka pasur një sistem jashtëzakonisht shumë të keq kontrata, domethënë që duhet ta bëje 3 muaj përpara dhe kur e kishte gjasmë si çmimin tarifore, kishte me gjysmë ofertë dhe kur e anulloje kontratën ti 3 muajt e fundit të dyfishoje çmimin e tjerë. E pashtë këtu u akumulua, u krijua një lloj ajfri me aq e keqe domethënë, thonë që dalë edhe një moment. E tani çka kanë bërë? Kanë bërë me 1 muaj dhe padyshim çmimi. Domethënë reagoj, zjati pak por reagoj. Por unë e përmend këto gjëra domethënë vetëm për vetëm fakt e di pse, kurse
siç the ti komentojnë, ça të duan, ça të shajnë, ça të përgëzojnë. Ideja është për të qartë të gjithë që jam e buri vetë të këdo që të takosh në kafe, edhe unë që vi me pushime, ç'kemi si je, qysh ke qenë, si po të shkojnë punët, edhe fillon muhabeti, pastaj po srihet, po bëhet kështu. Tani unë kam ikur, unë jam nuk e di në ca përqindje është, po kam ikur me qef, e kam pasur gjithmonë ndër të studioj këtu, e punoj këtu, e kam ndjekur kulturën që kam qenë i vogël. Po janë edhe shumë të tjerë që kanë ikur për arsye të tjera që s'ka asnjë lloj problemi. Po tash pse do të flasim ne? Nga këtë tani juve që jeni aty, okay, vado çast, ke probleme, ke përditshmërinë tënde, po çfarë do bëjmë se të ankohesh është një gjë dhe të ndërmarrësh diçka që të zgjidhet ky lloj problemi është diçka tjetër tani. Nuk e di mos po kërkoj shumë unë domethënë nga njerëzit, po që thjesht nuk e di, sikur gjithë secili do një ankim im të bëjë, sikur gjithë secili të si mat, si ti thoshte që dalë si kushëriri i dashur, se kështu nuk ecën më. Të filloj nga aja më, duke bërë një ankesë, duke bërë një kërkim me letër, edhe qofse mbleoni, Azmeri, Filani, Fisteku, 1, 2, 3, 10, 15, 100, dale, një moment do bëhet ai shumë e madhe ajo kulla e letrave në tavolinë, sa do jetë e pashmakshme, por është çështje kohe pastaj. Po në qoftë se ne vazhdojmë me mendësinë që apo sa të vej radha aty nuk bëhet. Mirë, ti çfarë do humbësh? Ti njësoj sa të rregullohet ajo gjëra. Se dërgove një letër më shumë çfarë punë të prish. Po brava, fix, po se nuk e kemi ne në mendësi këtë apo. Pra ne nuk e mendojmë kaq gjatë, se po ta mendonim nuk do ishim sot ku jemi. Pra ne jemi përballë faktit të themi ç'm duhet mua apo. Pra rrjesi jemi mirë se kam çunin e tezës unë shumë punë. Pra, na ka ndodhur gjithëve këto, kemi në një tafërm që është në punë shteti dhe paktën fëmijëve e mi them kur dilja dhe shpesham thoshën shikoj se mos kështu po ikë, valla shikoj Terezin ç'po ka unë me ty. Pra, ti jem punë për aftësinë tënde. Nëse pyet heqje se më flet çuni tezës po ikë po. Ky ka marrë fund, pra do të censurosh mua nga politike, po ti e di që çfarë bën këtu për zgjedhje apo jo se erdhe 2025 me libër, me listë. Për ka voton Bleoni, për ka voton babai i tij, për ka voton Kushuriri, gjitha me radhë. Dhe patjetër, kjo është censurë. Kjo është presion psikologjik. Dhe duke i vaj për tigrit me listi që është në punë atje. Po mendon se shkruan ai letër dhe ankohet apo po sa ankohet më por edhe pse mund mendoj si ne. Sepse këtu luftojmë për bukën e gojës. Luftojmë realisht për bukën e gojës. Kaq, një rrugë aty, kaq. Ai thot po ikën në këtë punë, thot unë të vdes tani, vdiqja. Sepse as dhe kjo tjetëra janë pas sigurt në atësinë e tyre një pjesë. Pra se ka fut në punë partia. Unë e thash fillim e me të qeshu, po CV-ja e disave është vetëm partia, militant partia, tesëra partisë. Këta ka CV-ja, ai nuk di të shkruajë CV, nuk e di çfarë është CV-ja fare. Dhe normalisht ai do problem në shtresë, këto që ndodhin, ne ndodhin. Se shqiptarë janë ata që janë administracion e vjedhin edhe ata drejtorët dhe politikanë. Edhe ata dikur mund të kenë qenë në pozitën që jemi ne sot. Ata kanë pas qëllimin kryesor pikërisht këtë që kanë sot. Nuk kanë pasur ide për të bërë vendeset, po ta kishin bërë. Unë nuk e kuptoj një deputet që ka 30 vjet për të përsëri. Rrethisht është plafavomë, në rrjetet sociale ose në televizor, se marr shembullin e këtyre politikanëve të vjetër. Që marrin 30 vota në partinë e tyre, hyjnë për partitë e tjera dhe dalin aty të tregojnë kush e bën ata. Ato falin. Në fakt, unë nuk kem qenë fëmijë, në të kohën të njëjtat fytyra përsëri ata kërkojnë ndjem pushtet. Dhe çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë ata si punë jon? S'vetë falin votime atje dhe thotë bën çfarë duan. Dhe familjen, valixhen, secili interesit vetë, thot mjaft kësaj situate. Dhe ky është realiteti. Ja, shumë janë nga që problematika ka nga që të hedhësh. Gjithsesi, përveç këtyre anëve të errta problematikave dhe gjërave që ne përmendim me dëshirën tonë, domethënë që mahamënja edhe dy të buron nga zelli dhe nga shpirti që të ndryshojë diçka, se nuk është se ke ndonjë përfitim direkt. Një pyetje për përmbyllje domethënë e kisha që përveç gjithë situatës edhe gjitha problematikave që janë, mendojnë që për një të ri shqiptar ja vlen ose të shkojë në shkollë profesionale për elektricist ose në shkollë të lartë si inxhinier elektrik dhe të tilla. E para janë kryesorja Blan. Këto profesionet ose zanatet e kam më shumë për prindrit, por edhe për të rinjt. Nëse nuk e ke me qef një punë
ose këtë punë, qoftë teknik ndërtimi, qoftë elektricist, qoftë inxhinier, mos i hy. Nuk është si ekonomiku, juridiku, okay, ta kem si diplom. Këtë o e ke qef, o e bën, o nuk e bën. Sepse nesër çfarë do jesh, nëse nuk e ke me qef, thjesht një analfabet funksional me diplom, që nuk dit lidhesh një qele si prizë. Kjo është kryesor. Nëse e ke me qef pastaj, patjetër që është një mundësi shumë e mirë. Unë i them gjithë. Pra, të vazhdojnë pjesën si elektricist, si inxhinier, qoftë në shkolla shtetërore, qoftë private, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Pse se është një treg universal. Çfarë do të thotë? Ti mund të jesh inxhinier elektrik në Shqipëri, por fare mirë mund të ikësh punosh në Itali, në Gjermani, në Francë, në Spanjë. E njëjta gjë është. Ke mundësi për të zhvilluar, sepse pjesën e emigrimit unë e shoh, sepse kam kaluar vetë kurriz. Është thjesht një stazh, një le të themi eksperiencë ekstra që ti e merr jashtë vendit për ta punuar në vendin tënd. Dhe këtu duhet të jetë edhe fokusi jon. Por shpesh jemi si shoqëri, di çfarë kemi apo jo? Kur vjen një njerëz nga jashtë, në vend që ta ofrojmë, të themi shqyr që na vjen, sepse ka marrë eksperiencë, ka parë dy gjëra më shumë madje, dy thjesht duke punuar mbas të kujve, do të thosh 5 gjëra. Dhe normalisht aty do kesh pjesën e përfitimit. Pra si vend. Çfarë i bëjmë? Se nuk e di se si kthehet kjo. Shiko, ma hamon ajo pjesa, ajo epidemia e shkollës së lartë që qysh zotit ka kaluar pak, që gjithë secili duhet të ketë një diplomë, gjithë secili duhet të jetë jurist, duhet të jetë ekonomist apo ku dëgjon këto gjëra që kapeshin shumë shpejt ose këto dhe i bën ai mësuesi edhe kur nuk e ke dashur asnjëherë më simullenien vet. Edhe ka kaluar në një farë lloje krize totale, pothuajse deri diku shkatruese shkolla profesionale. Berati ka të shkolla profesionale, domethënë edhe nuk janë jashtë funksionale, nuk e di kush ka qenë i fundit që ka dalë profesionist apo elektricist apo teknik ndërtimi apo etj hidraulik nga shkolla. Se të gjithë domethënë bën shkollën profesionale, ja fusin 2 vite kamarier, edhe pastaj i bën një 2 vite i vjen një ustaj nga mbrapa dhe mëson zanatin. E ke parasysh që paguan ashtu si paguan, kur pse zotëri i dashur, sistemi shkollor që ka bër ai Çemberçeni që atëre ka bër, që i ka ngrënë kokat njerëzve, po të paktën diçka e kishte bër, që ti zotëri 18 vjeç, 19 vjeç, me 4 vite ka qenë Stiliano Bandilli, duket e ka emrin, nuk e mbaj mend. Në krye dilje mekanik, dilje elektricist, dilje filan. Tash duket një profesionale kjo Thimi Tani duket, Berat? Nuk Spitali është një profesionale. Ajo është për hotel po na merret gola tash. Hoteleri turizëm, kurse kjo tjetra është poshtë për mekanike, elektricista, hidraulika, domethënë që shumë mirë mund të ishin 8 funksionale dhe do ishte një sistem shumë i shëndetshëm që funksiononte furnizonte tregun. Patjetër. Gjithsesi unë nuk dua që të zgjatem shumë as mirë, të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Të përshëndes dhe respekt. Merci. Për gjithë ata që gjojnë të, ky episod ka dalë shumë kohë përpara në Patreon, kur juve mund të bëni pjesë të na ndiqni. Të gjitha kontaktet e social media të inxhinierit do t'i keni në description tek video, që mund të klikoni dhe mund ta ndiqni se ka vërtet material shumë interesant, edhe përveç derancimeve dhe gjërave ka dhe kuriozitete. Tek këtu ka dhe gjëra që nuk është dëm t'i di gjithë secili edhe në jetën e ditë përditshme, kështu që le të themi dëgjoni ose ndiqni ose aktivizohuni, merrni pjesë me persona që sjellin diçka siç është Azmeri. Azmeri edhe një herë shumë të faleminderit dhe dëgjoj. Buçim në bu CHI Bu CHI podcast.